Përshëndetje miq të dashur. Kryeministri i palodhshëm, i palodhur, edhe në datën 31, ku ndrohet moti, ky shkon në spital dhe e viziton një zoj ku i ka lind trenjak. Kështu që shkojmë ta ndëgjojmë edhe të diskutojmë bashkë. Edhe zonjën e cila është bërë nën për herë të parë, por njëkohësisht është edhe lindja e parë në vitin 2026. E uruam, i dëshiruam shëndet dhe kishte një rrethon shumë të veçantë, me qenë se ka lindur trenjak, ka lindur 3 djem, 3 foshnje të gjinisë mashkullore dhe të 3 foshnjet janë mirë, nëna ndjej shumë mirë dhe ky është një gëzim i posaçëm për të gjithë neve në vitin 2026. Vizetuam. Gëzimi madha, veç gëzime mas fitores, veç gëzime. Edhe ne i urojmë sukses të zonjës, ata fëmijë me jetë gjatë, e të lumtur, qënosh, kështu që miq, kjo ke ajo që pata me tregu sot, sepse u merr shumë mirë, kur në kryeministri shkon edhe viziton një zonjë spital, edhe e uron vitin e ri, edhe e uron bebat, 3 beba, mashallah, kështu që miq, ju dua respekt, i përshëndes, mbeqi mirë.